Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në episodin më të ri të podcastit Amor Fati. E dini çfarë do të thotë të jesh një grua dhe në një moshë të re, të mbash mbi supe përgjegjësinë shtetërore për një vend që ende sot po ndërtohet? Apo e dini se çfarë do të thotë të jesh grua e parë që përfaqëson një shtet të ri në tavolina ku historia është më e vjetër se vetë shteti yt, dhe të ecësh mes pritjeve të një vendi të tërë dhe jetës tënde personale. Të jesh zë për të tjerët edhe kur ndonjëherë nuk di nëse po dëgjohet zëri yt. Sot kam përballë një grua që e ka përjetuar këtë si ide, jo vetëm, por edhe si realitet. Ajo është Vlora Qitaku. Një figurë që shumica e njohin për rolet e saj në diplomaci dhe politik, por sot nuk jemi këtu për të rënditur poste. Jemi këtu për të folur për peshën e atyre roleve, për rrugtimin personal dhe për njeriun që e përfaqëson gjithë këtë grua. Vlora, faleminderit që je këtu me mua sot. Ana, faleminderit shumë dhe e kam pranu ftesën që t'jem pjesë e podcastit me shumë kënaqësi. Kam s'po them gjitha, po shumë prej podcasteve tuaja dhe thënë drejtën, po mendoj që opinionin në publik ka nevojë që të dëgjoj nga ne edhe në një dimenzion tjetër, sepse postet janë të rëndësishme, por janë të përkohshme, e çka mbetet gjithmonë është njeriu. Edhe është shumë e rëndësishme që ta njohim edhe njeriun mbrapa funksionit dhe posteve që i bën dhe që i zotron. Më vjen shumë mirë që e ke pa, edhe nëse e ke pa vetëm një epizod, për mua është kënaqësi. Edhe vlerësoj shumë opinionin tënd, kështu që për mua ka shumë rëndësi ajo pjesë, edhe jam shumë e lumtur që sot je këtu me mua dhe ke pranuar me qenë këtu. Të lutem me shumë kënaqësi. Para se me fillu një intervistë, le të themi, një bashkëbisedim, s'pe them intervistë, ma jo si herave të tjera, çka po të lodh kohëve të fundit mas shumë ti? Nuk është që ndjej lodhje kronike, po ndoshta çfarë po mërzit, më shumë se sa më parë, është që kjo shkolla e nalt e toksicitetit, edhe një helmit papërmbajtshëm, që po e kemi në raport me njëri tjetrin, sepse pikrisht po harrojmë ta shohim njeriun, dhe po e shohim vetëm titullin, vetëm funksionin, vetëm sloganin. Po, shumë e vërtetë. Dhe është e dhimbshme sa thellë ka hyrë ndarja dhe polarizimi i shoqërisë. Unë e ti Ana mund të mos pajtohemi për shumë çka. Mirë po, diskutimin me njëri tjetrin duhet ta mbajmë në nivel racional, profesional. Mos t'jetë ofendues. Pa e cënuar njeriun, sepse nuk mund të ecet një shoqëri përpara e përqar, e ndarë. Dhe sot më dham shumë kur shoh që fëqiu nuk flet me fëqiun, vllau me motrën, për çka? Ose për politik, ose për ideologji, po fare pak ka rëndësi, nuk duhet të ketë tema të cilat na ndajnë në istikame, na ndajnë në bloqe. Ne duhet jemi në gjendje diskutojmë, të mos fajtohemi, po gjithmonë duke rujt respektin. E tash kjo është bërë shumë fish më e vështirë edhe me botën virtuale. Dhe kjo ja u ka rëndu, Ana ja u ka rëndu grave posaçërisht, kyçje në politikë. Edhe mu më dha me thonë sot, që sot në vitin 2026 është shumë më e vështirë për gratë e reja, po dhe për djemët, që të marrin vendim që të kyçen në politikë, se sa që ka qenë në kohën kur kam qenë unë. Shumë ma e letë ka qenë atëherë, se sa që është sot. Edhe është bërë shumë vështirë që të marrësh vëmendje në hapësirën tonë publike duke qenë racional, duke qenë profesionist, ose do t'jesh figurë komike, ose skandaloze, ose senzacionale, mirë po me racionalitet, me argumentim profesional, me kompetencë, është bërë kogja vështirë
S'po vlerësot edhe s'po kuptojnë. Jo, ka humbë durimi, kam përshtypjen ka humbë durimi i njerëzve që të ulen dhe Të dëgjojnë. të gjojnë deri në fund një argumentim të gjatë. Edhe rrjetet sociale kanë bërë këtë, jo vetëm tek ne anë, që t'jemi sinqert. Po, e vërtet. Të gjitha kështu demokracitë liberale po kalojnë në për një lloj krize, një lloj trondje, edhe një lloj shembje e sistemit të vlerave që na ka majtë të tillë deri me tani. Po janë disa fakte që nuk ndrohen, teknologjia dhe ecja përpara është diçka që s'mune me evitu. Nuk mund të evitohet, edhe i ka dhe kjo patjetër për parësitë. Po dhe anët negative shumë. Po, kjo do të thotë që ne tash do të përshtatemi dhe të mundohemi që këto instrumente që njerëzimi ka kriju për na e lehtësu komunikimin dhe jetën, të mos shndrohen në mure e në barjera. Në armikur më të madh ndoshta. Edhe të krijojmë ne pastaj si rezultati tyre armiqësi me më thonë që kjo energjia negative është të të lodhë shumë. Po më shqetëson, po më edhe është e lodhshme në fakt. Edhe une e kuptoj. E kuptoj që jeta është bërë shumë e vështirë. Është shumë sot një familje që jeton me një pagë mesatare, ose edhe me 2 paga mesatare, e ka shumë të vështirë ta kaloj nga muaji në muaj. Edhe nuk po flas këtu vetëm për çmimin e energjisë elektrike, po flas edhe për çmimin e produkteve më bazike, po flas për luks, po flas për bukë, për çum. Fillo prej vezëve. Për vezë. Do të thonë gjërat më elementare janë bërë vështirë të përballueshme për familjet tona dhe tërë kjo pastaj prodhon stres, prodhon ankth, prodhon pasiguri, prodhon frikë për të ardhmen. Shumë e vërtetë. Dhe në një kontekst ku dominon frika, pasiguria, edhe urrejtja mbillet shumë lehtë. Edhe shumë lehtë pastaj që gjërat të thjeshtëzohen, të identifikohet fajtori, ndikohesh shumë ma lehtë. Kështu që blehesh shumë ma lehtë. Këto janë faktorën për këtë situatë. Mu çka po më brengos është humbja e ambicjes. Do të thonë, kur e kujtoj vetën, kur i kam pas 20 vjet, unë jo Kosovën, po unë kom mendu që botën mëj me... Prit. Mëj me ndru. Në ndërkohë që sot, për shkak tërë këtyre situatave, ambicjet janë shumë atë vogla, shumë atë varfra. Ne kemi pas ambicje shumë ma fisnike, për te vetës. Ka qenë e bukur veç me ndru. Adem kur ke ndru si fëmijë me thonë, unë du me bukë kështu, du me bukë kështu, ka qenë diqysh të zhduk e pa mundur, po e dishe që kime mbri diqysh, kime realizu në njërës e tjetërën. Po duket, anë kom thonë edhe në një intervjist tjetër, si kur dikush ta kish taku Vlorën 15 vjeqe, edhe mi thonë që ku e ki një letër të bardhë, edhe shkruaj në të krejt çfarë dëshiron nga jeta, unë nuk kisha me pas imagjinat, me kërku atë çfarë jeta më ka dhuru dhe më ka dhonë mu. Kështu që është e vërtet që atëherë dhe rrethonat kanë qenë të pa imagjinueshme sot. Edhe ajo shtypje, ai represion në të cilin jemi rrit, na ka dhonë jo forcën, por na ka detyru edhe pa shmangshëm të je motivu për me ndru ma mirë, ma bukur. Për një kërkes një jetë ma të mirë. Para gjithash për liri, me qenë të lirë, se liria është parakusht për krijimin e çdo vlere. Kur nuk je i lirë, është vështirë të jesh çka do tjetër. Dhe çdo gjë, edhe nëse arrin, mund të mirret me njëherë. Kështu që ajo ëndra e parë edhe ma e madhe dhe ma e bukur ka qenë me qenë të lirë. Edhe unë nuk e besoj që dikush prej gjeneratës sime ka pas imagjinat me mendu për tej. Po
liria ka qenë ajo e para edhe e vetmja. Ne i kemi këndu liris, kemi recituar për lirin, kemi vizatu për lirin. Po, është të vërtet, shumë e vërtet. Rreth idesë së liris është Gjithçka është ndërtu gjithçka. E çka ka bërë Vlorën të lumtur si fëmijë? Çka ka qenë diçka që të ka lumturu në fëmijërinë tënde? Po, lojrat me fëmijë, sigurisht. Lojrat me fëmijë, unë kam pas fat anë që nga ana e nanës kemi pas fshat, se nga ana e babit nuk kemi pas fshat. Edhe për unë jam gëzu tejmase sa herë ka ardhur vera, sepse më është dhënë mundësia që të shkoj edhe të kaloj kohë në fshat tek dajët. Edhe për ne që jemi rrit në qytet me shumë kufizime, me shumë kontrol, me hapësira të limitume, e ndonjëherë edhe jo ekzistente për ne si fëmijë, ajo hapësira e pakufishme, liria që ta ka jep fshati. Domethënë, unë e kam shiju tejmase atë kohë edhe po më intereson shumë çka ka lujt Vlora. Gjithçka, kam lujt kilem, sheftas, me top, kam lujt futboll. Wow, kur s'kisha menduar që ke lujt futboll. Po, kam lujt futboll. Nuk kam qenë ai lojtare. Po, si lagje, që kemi lujt përpara, që ashtu edhe une. Po, këto lojrat me fëmijë më kanë gëzu shumë. Po pastaj sigurisht kemi pas edhe kohën tonë me prend. Unë mërshqetët trupi tash, unë kur e kujtojnë çfarë thonash na kanë rrit prind tonë në një pasiguri totale, pasiguri fizike, ekonomike, ekzistenciale. Nuk e ke di të nesërmën a do t'jesh apo nuk do t'jesh, sepse jeta nuk ka pas asnjë vlerë, ke qenë në mëshirë të fatit. E më dhimë se në shumë, se atyre jeta u është ndalë rrita në gjysmë. Do shta bashkë kur kanë qenë periudhët më kulminante dhe të krijimtarisë profesionale dhe të potencialit njerëzor, ata është dashtë, jo vetëm pretemi, po përgjithësi ato gjeneratat, po. është dashtë të mirën në dilema ekzistenciale. Nana ime, për shembull, ka qenë profesoresh në Universitetin e Prishtinës, edhe pastaj kaluan në sistemin paralel, edhe një periudhë shumë gjatë punonin pa asnjë të ardhur, pastaj kishin ca të ardhura simbolike, jo që edhe e di që në një periudhë ka marru me krapca, gjempera, ka thurë, edhe pastaj i ka shit ato në mënyrë që me mujt motrave, me na e bleni lodër, me na e bleni fustan. Ju gëzu diqysh. Me na gëzu disi. Jemi gëzu me shumë pak. Qa ka qenë një frikë si fëmijë që e ke pas? Do shta që e mon men edhe sot moment. Tash kështu fobi nuk kam pas, frikra nuk kam pas, e përmenda fshatin, nuk kam dalë, unë kam shku në mal, kemi mbledh këpurdha, nuk i frigon as errësirës, as lartësisë, kështu ndonjë fobi nuk, po vetmia më frigon edhe sot. Me mbet vetë, pa njerëz që i du, edhe gjatë luftës vetëm atë frikë e kom pas. Frikën mos po ndahem prej njerëzve që i du, prej familjes sime, mos humbi ndonjërin prej tyre. Edhe si fëmijë me këto frikë jemi rritë. Është shumë e rëndë kur je fëmijë me po arsimtarin tënë duke u rrah nga policia, ishe prind e brengosur se kanë humbë venin e punës. Mësohesh si fëmijë me shmang një rrugë sepse din që aty rrin policia. Kanë qenë rrethona shumë tjerë zakonisht. Cili ka qenë personi i parë që ndoshta të ka bërë të ndihesh e fortë? Nana. Nana, të dy prind realisht, edhe nana edhe babi, po ndoshta një person që ka ndiku shumë në formimin tim si njeri
ka qenë doja që më është vra në luftë. Si që thash, unë kam kalu shumë kohë gjatë pushimeve të verës tek dojt, edhe doja ka qenë një njeri jashtëzakonshëm, ai ka pas ndoshta bibliotekën më të madhe që kam pa unë ndonjëherë në një shtëpi. Edhe ka qenë, ai ka studiuar historinë, ka qenë shumë i apasionuar mbas historisë tonë kombëtare dhe ton kohën ka dhënë libra me lexua dhe tërë kohën ka ndiku që unë të informohem për rrugën e vështirë që e kemi pas ne si si shqiptar në Ballkan, pastaj vazhdimisht më ka folë për luftën, për luftrat e shqiptarëve. Është interesant, në fshati prej nga vjen nana ime, është vendlindja e Shote Galicës. Edhe shtëpit janë shumë afër shtëpisë dajve të mi, edhe rrënojat e shtëpisë së shotës janë ende aty, dhe shpesh kemi ecë andej, është një qërshi aty, ka qenë së paku deri vonë një qërshi, edhe doja më ka marrë për dorë, më ka tregu, më ka folë për shotën. Ndoshta edhe për shkak të këtij fakti, në Radishev, gratë kanë qenë të barabarta me burrat dhe odat, nuk janë quajt odat të burrave. Janë quajt vetëm oda, sepse aty kanë hy burrat dhe gratë. Dhe ma shumë dorën zemër kanë shërby burrat se gratë. Sa bukur kjo? Kjo ka ndiku shumë në formimin tim. Sa deshta me thonë, a pas ka qenë edhe doja një ndër persona që ka ndiku shumë edhe ti këtë rrugtimin që e ki edhe sot? Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, edhe unë e di, e mbaj mend, ai gjithmonë thoshte që nuk do të jemi të lirë pa luftë, që lufta do të jetë e domosdoshme dhe ne duhet si shoqëri të bëhemi gati për të luftuar dhe për të paguar çmimin e shtrejtë, në mënyrë që gjeneratat që vinë pastaj ta kenë si trashëgimi një Kosovë të lirë. Bashkë po të malakmi. Ka ndiku shumë, e dim, ka marrë për dore, kemi ecë maleve, fushave, pastaj e ka qenë edhe shumë, ka pas edhe sens të jashtëzakonshëm humori. Kur kam qenë e vogël, ai merrte dhe bënim intervista bashk. Unë e luaja rolin e një gazetareje, ai e luante rolin e një njeriu të pakdhendur që nuk di asgjë. Bënim kështu edhe shaka. Të gjitha kanë qenë të ka qitë në propozitat të ndryshme. Po. A i ki ato të nxëzuar tash? Fatkeqësisht janë humbur të gjitha gjatë luftës. Ndonse, siç tregon gruaja e dajës, ai ka marrë të gjitha, i ka mbështjell dhe i ka fut nën dhe diku, po jemi mundu me i gjetë, deri më tani nuk i kemi gjetë. Kjo histori shumë e bukur, bashkë po të marrë kështu lakmi, se më kujtohen edhe mu korat kur unë një me dojt e kena pas një moment shumë të mirë, ma shumë kena këndu në për sofrat burrave, na merë këtë doja na ullke edhe hajde, unë po t'i kallëzoj fjallë t'i kënë, aden, se vetë edhe ata dyshe me kënu, po kishë qef me t'ni, aden e jenë konë për një me shumë momente, nuk e di sot i përjeton taj kush mu, aden që është... E pes vetën shpet, ka ndru jeta tash. Krejtë, qka ka ndru? Çdo gjë ka ndryshuar edhe është natyrshme që ne kemi nostalgji për kohrat e shkuara, po tash është tërësisht jetë tjetër. Krejtë, e vërtet. Jeta është bërë më e lehtë, teknikisht, mirë po shumë më e ngarkuar emocionalisht, pastaj po merr njeriu informata tërkohën. Edhe shumica jo të sakta. Përveç që jo të sakta, po edhe sikur të ishin të sakta, po shumë vështirë mi procesu, pastaj informata po e mbyt informatën. Edhe gabimisht po mendojmë që prezenca në botën virtuale kompenzon për këtë afinitetin që vetëm prezenca fizike ta jep. Tash, kur të pyet dikush, ose mu kur më pyesin, a ke folë me hallën,
a e ke po? Ti thua e kom thim në telefon, ose e kom po në FaceTime, ose kom po në Facebook, ose... Po, e vërtet. Po, ndoshta do të arrin dikur ta gjej mesin. Ndoshta mos po na bëhet bajat kjo puna e internetit, edhe me po që për një me jemi të ngel çdo ditë e ma të vetmuar, po mendoj shkaku i rrjeteve sociale, internetit, që ta ka bërë qasje në gjithçka, përpas me nejt me persona që ti për një me i dënë dhe i ki ofër zemrës. E vërtet, unë e ndjej, për shembull, unë e ndjej vetë në raportet e mi. Tash kjo i ka përparësitë e veta, dikush që është shumë larg. Okej. Kur kam qenë në Amerikë, për shembull. Po të paktën m'ja marrë të mirat, jo me tepru, jo m'ja marrë edhe të pjesë të këqija, dhe me ditë me i kanalizu sanet, edhe që kjo është një mjet që tu ka ofru me ta lecu jetën, po ju tash dhe ti me e keq përdor edhe me met veç ti dhe interneti. Edhe në një formë u bë rob. Po, rob i internetit. internetit, edhe ki parasysh, on ende jemi vetëm në vitet e para të këtij revolucionit të madh. Në teknologjinë e informacionit tash me inteligjencën artificiale do të ketë edhe gjithçka po ndodh shumë më shpejt se sa që është mendu. Ndoshta edhe konkurenca në këtë fushë po e bën të vetën, po shumë shpejt po ndodhin gjërat, po është shumë e rëndësishme që nga pak më kthy vetvetes, edhe më kthy pak njeriut edhe njeri tjetrit. A mban mend që tha më herët ke frikë pe vetmisë? A mban mend një moment që ndoshta e ndije vetmume, edhe pse ke pas njerëzit për rreth, njerëzit e dashur tu për rreth? Fatmirësisht ju. Ndoshta edhe për shkak se jam shumë e vetëdijshme që vetmia kish me më mbyt për së gjalli. Unë e di gjithë ata që më njohin që jam shumë e kujdesshme në raportet që i ndërtoj me njerëz, edhe vërtet investoj. Investoj në familjen time, investoj tek miqtë e mi, mundohem që t'jem vetë prezente ndonjëherë. Jo dhënshëm, po pak si me zërë. Shtyse, le të themi. Në pa imponim të tepruar, po nuk e kam problem për shembull me inicu takimin. Adin si sa dikush e thira une herën e kalume, ose s'maqili, ose tash e ke radhën ti. Jo, nuk e kam problem. Nuk e me njerëz që i dua, nuk më bëj kështu regjistër, edhe fali shumë. Fali shumë, nuk më bëj i natë. Nuk më bëj. Kjo është diçka që e kam mësu, nuk kam qenë gjithmonë. Unë halojmë të mësu qëtë pjesë. Është shumë e rëndësishme. I nati, urrejtja janë barra shumë të rënda mi majtë, mi supe. E vërtet, edhe të tronën, për një me tronën shumë. Jo, tronën shumë, shpirtnisht. Unë e kam mësu vetën me kalimin e kohës që me falë, qka s'kisha falë kur është me tradhtu Kosovën dikosha, me bo diqka po mu me më tradhtu. Okej, ta falë. E kalzove vetën. Jo, adin, se po, për shambull, thujnë, ajo shoqja jote ka thonë kështu, që qas nuk e regjistroj fare. Ato e në muhabete shumë për një me dvogla, të lagjës, këse edhe. Nuk i regjistroj fare. Atë ka kushtu politika gjatë jetës tonë, vendimet edhe puna publike që e bënë në ndonjë marrëdhënie ndoshta që e ki pas? Po, edhe kush do të thonë do ishte shumë e pavërtet si kur ta mohaja. Po, tash kjo angazhimi publik i ka të mirat, po vjen me një kosto. Si interneti. S'po them dëme, po thjesht e ka një çmim. Është çmim që duhet ta paguash. Dhe kjo nuk vlen vetëm në politikë, po besoj që në çfarë do lloj profesioni, ka kost benefite, ka përparësi, ka mangësi, mirë po unë jam shumë e vetëdijshme për rrugën që e kam zgjedhur. Kam qenë, ndonse nuk është që jam ulur e kur i kam pas 18 vjetë dhe me thonë që po du me u bo politikane, se nuk ka qenë ambicia e tillë, po gjithmonë jam intriguar për qenë pjesë e proceseve më të mëdha se sa unë vetë. Edhe me u mundu me elo një trashëgimi që ka me i mbjetu viteve edhe kohës.
normalisht që ka një kosto. Për te lidhjeve personale, ka kosto dhe raport me familjen, me motrat, me nipat, me shoqet. Unë kam pa fund ditëlindje në cilat kam mungu. Ka pa fund festa në të cilat nuk kam qenë prezente. Qka është ndoshta ma e dhimbshme, ka shumë momente të rana për familjen, për miqt në të cilat fizikisht ndoshta nuk kam mund me qenë aty. Unë nuk kam e arru kur është bërë rivarimi i eshtrave të dajës. Unë kam qenë në New York, pikrisht atë datë ka qenë një mbledhje, një seancë e Këshillit të Sigurimit, ku unë është dashur të prezentoj dhe kam munguar në rivarimin e dajës tim, po për fatin tim të mirë, pastaj kur i zhvendosën të gjitha varrezat e dëshmorëve në Marin, aty kam mundur të marr pjesë. Pra ka plot momente në të cilat unë një familje ke sakrifikuar. Kam munguar edhe sepse është dashur ta kryej detyrën time. Po pastaj çfarë bëjmë ne që munduemi me te kompenzu Qato mungesa e ndonjëherë edhe e teprojmë që tash, që duket si të kuptoj shumë mirë këtë pjesë, edhe une mundona edhe përpara e mundu për një vend, në momentet ma kyqe, ndoshta nuk kom qenë aso në prezent, jem kon të knu dikon, jem kon me punë, aden edhe të mungojnë që ato momente. Nuk kthehen mo, S'kthehen mo, po qka me bo? Aden po munduhem me majt një farë balanci, të pakten me kompenzu që pëthuti. Edhe nështë e të projnë apo it's okay. S'ka dhe, ma mirë me të pru se heqme, s'më kom pjesë e këtine momente. Po është, unë kom pas shumë fat, e di që edhe te se njihemi, është shumë e rëndësishme çfarë do lloj angazhimi që merr, është shumë e rëndësishme dhe është e pazaventueshme mbështetja e familjes. Po, shumë e vërtet. Bash asgjë dhe askush nuk mund ta kompenzoj mbështetjen që është e nevojshme nga ana e familjes. E pastaj, kjo nuk është thjesht mbështetje, kjo t'jep vetbesim, t'jep krah, t'jep forcë. Shumë e vërtet. Edhe mu ka ndihmuar shumë mbështetja që e kom pas nga babi edhe nga nana, edhe besimi që ata e kam pas në mu, besimi që unë mundem me ba gjanat më bota është e jotja. E të rëndësishme. E pastaj, kur e din që ky lloj angazhimi vjen edhe me një mori, thashe thëmeshe, legjendash, është shumë e rëndësishme me pas një stri ku secili beson ty. Që ndihesh rehat. Nuk konteston, nuk të bën dyshim, po thjesht të dane të mbështet pa kushte. Bash për keqkuptime, ndeshta me u lidh, a je ndina herë kështu e keqkuptume, jo prej kolegëve politikës, po kështu do shta dhe prej rrethit tënd, edhe pse sa po e the që e ke pas një stri shumë të shëndetshme dhe të mirë, po prap dolin do që ndoshta të keqkuptojnë ose. Po, ajo është normale. Do me thonë edhe është e pashmangshme, pa evitueshme në çfarë lloj fushë, jo vetëm në politikë, thjesht e ne ekspozimi është më i madh. Edhe ndoshta numri atyre që të gjykojnë është më i madh. Po është e pashmangshme në çfarë do lloj angazhime që edhe të keqkuptohesh, po edhe te keqkupton ndonjëherë. Po, shumë e vërtet. Kështu që, po si që thash, unë nuk mbaj inate, thjesht nuk mbaj inate. Edhe nuk mirësh me small talks. Jo, as pak, nuk mbaj inate, nuk mirem e thashe theme, munduem me bu punën time sa ma mirë që di, edhe munduem, si që thash, me fal. Nuk kam leju kur mendimin për anën me ma kriju dikush tjetër. Po. Unë, se cili njëri, munduam të atakoj, e me vlerësoj ta dëgjoj, e pastaj ta vlerësoj vetë. Pra, keqkuptimet janë pashmangshme, po është shumë e rëndësishme mos me mbet peng i keqkuptimeve. Se pastaj hyn me një rreth vicioz, e ai lomshi që shkon e rritët,
e përshkallëzohen edhe lëndimet edhe dëmet e zgjerohen e përfshihen njerëz pa nevojë. Kështu që është mirë me injoru, me lon me aq edhe ndonjëherë është e nevojshme edhe që të përgjigjesh. Po. Këtë varet, po. Po, asnjë situatë nuk është identike, po kur e din që mund të ndihmosh situatën, duke dhënë një sqarim, duke dhënë një jo arsyetim në kuptimin e justifikimit vetvetes, po thjesht të situatës. Me tregu që po është atëherë këtë shkuptuar. është e nevojshme. Edhe që thash nuk më bezdis nëse unë detyrohem që me të thirr 3 herë në telefon, nuk e kam atë bringë. Nuk e thirr më ti. Nuk e kam atë bringë, se nuk unë mendoj që nuk na bën ma të vegjël, përkundrazi na bën ma të mëdhej. Po, e vërtet, kur dënë me thirr dikën me pas Nëse e fton dikën, nëse nuk mbani natë, edhe nëse nuk i vendos raportet njerëzore në kanar. Po. Ndonjëherë dikush është më prezent, ndonjëherë nuk është mirë me i gjyku njerëz, kur nuk e din çfarë po kalon ai Unë gjithë thëmë qëtë pjesë. Mundet me pas një smundje. Mundet dikush i afërmi ti me qenë i smur, mundet me pas telashe, krizë. Që sot vjen shumë pranishme. Nuk është mirë me i gjyku njerëz. Njerëzve du të më dhonë kohë, du të më dhonë mundësi, edhe ata du të me di që nëse kanë ty për vallë, nuk e kanë një njeri që i gjykan, po thjesht i dëgjon edhe nëse mundet me ju ndihmon. Po du me kalu pak te profesioni, se është një pjesë shumë e rëndësishme edhe mendoj që shumë gra mendoj që kanë qef me një histori për teje. Gjatë mandatit si ambasadore, ke taku shumë figurat botës, sidomos asaj amerikane. A ka pas një moment ose një takim që ndoshta e ke një që të kanë ndryshu për brenda, që kalon ndoshta një pikë kryesore ose që marrë mend të vetja? Në fakt, nuk unë si shumë e re, kom qenë shumë vajzë e re kur jam ekspozu edhe në një botë shumë të madhe. Edhe për shkak të punës edhe të angazhimit, kam qenë pjesë e tryezave ku janë marrë vendimet mëdha, po ku edhe akterë dhe të përfshirë kanë qenë jo vetëm liderët tanë, por edhe liderë botror, nga Bill Clintoni, Tony Blairi, Albright, Wesley Clark, që të gjithë i kam takuar në vitin 98 ose 99, e deri tek këta që janë tani. Mirë po, çfarë kam po atëherë si një vajzë shumë e re, ka qenë thjeshtësia e këtyre njerëzve. Kaq të mëdhej. Aq të mëdhej. Për shembull, unë për mua ata kanë qenë heroj të këtij vendi. Edhe ti e ke taku një njeri që ka qenë president ose një grua të hekur, siç ka qenë zonja Albright. Edhe ke po njerëz punëtor, të përmbushur, pa komplekse, me një thjeshtësi të jashtëzakonshme në qasje dhe në komunikim. Edhe aty e kum pas sa të gabuara i kemi pas ne, idet. Qëndrimet. Se si duhet të duket një lider politik ose një lider institucional. Janë vendimet ato që të definojnë si burgshtetas ose si lider i mirë ose lider janë vendimet, po jo ngarkesa të cilën e sjell në tavolinë. Ftohtësia, pamja, ngarkesa. Po jo vetëm veshja, po edhe kështu në kuptim të përmbajtjes. Ata gjithë flasin me një gjuhë qetë, qartë, kuptueshme. Paqës. Pa ngarkesa. Nuk janë aty me të impresionu, as me të indoktrinu. Janë aty përballë me të artikulu qëndrimet e tyre qartë, po dhe me dëgju. Me të dëgju edhe me të trajtu si partner. Qa the kështu me veten kur i takova më pari?
Po, mas pare, për mu ishte kështu ma gjepsje. Vetë fakti që kisha mundësin që t'isha në ato takime. Po, si që thash pasaj ajo që më ka bo për shtypje me njëherë. Thjeshtësia të ka bo dhe ty, ndoshta mundi shumë Po besoj që edhe ajo ka ndiku edhe në mënyrën se si jam sjell pastaj unë në politikë. Personi tjetër t'jap një farë. Nuk është, arroganca nuk është e mirë. Sa do i fuqishëm, sa do i pushtetshëm që të jesh, arroganca është e keqe. Po, nuk çon përpara. Nuk çon përpara, kështu që është shumë e rëndësishme me qenë me kam për tokë, me fol me një gjuhë me të cilën bashkë biseduesit kupton. Edhe gjithmonë me qeni orientum drejt gjetjes një kompromisi apo një zgjedhje që ju flen mirë sa ma shumë palve, se gjithë nuk mundet me qenë të knaqet kur. Shumë e vërtet. Kur je ullë në tavolina ku Kosova ndoshta ka qenë vendi më i vogli në mesin e fuqive të mëdha botnore, çka ka qenë që na ka bërë neve ta bëjmë diferencën, le të themi? Është shumë është pyetje me vend. Kur je përfaqësues i një vendit relativisht të vogël, në një kryeqytet shumë të madh që është Washingtoni për shembull, ose në Këshill të Sigurimit, në OKB, vlera jonë më e madhe është rrëfimi. Okej. Se Kosova nuk mund të konkurojë në skenën globale, as me territor, as me popullsi, as me ekonomi, as me ushtri, as me diplomaci. Ajo çfarë është vlera jonë e shtuar është rrëfimi. Dhe personaliteti i njeriut në këtë rast, apo karakteri i shtetit në kontekst më të gjerë. Pse duhet dikush të ulet dhe të flasë me ambasadorën e Kosovës? Po, e vërtet. Ne kemi, si që thash, një rrëfim të jashtëzakonshëm, të cilin vetëm duhet të dimë, ta plasojmë dhe ta tregojmë si që duhet. Të vërtetën. Dhe të vërtetën. Dhe duhet, si që thash, të kesh personalitet, po edhe karakter insistues, pa i shkelur limitet. Nuk mjafton të thuash e kam dërgu një email, tash po pres deri sa të më përgjigjen. Duhet ta kemi të qartë që ne jemi në konkurrencë me krejt botën. Gjithkush don vëmendje, gjithkush don vëmendjen e shëvave, gjithkush don vëmendjen e Britanisë Madhe. Pra duhet jemi shumë kreativ në mënyrën se si ju qasemi të tjerëve dhe si bashkë veprojmë, si bashkë bisedojmë. Po si që thash, rrëfimi edhe karakteri. Kjo ka qenë, do më thonë që ndoshta i ka bërë të tjerët kurioz. E vërtet. E rrit kurreshtjen, gjithkush dëshiron të dëgjoj diçka aq më tepër që rrëfimi për Kosovën është rrëfimi më i suksesshëm i ndërhyrjes ndërkombëtare kudo. Jemi kështu me fat pak. Si një Kosovë e vogël. Nuk mendoj që ka qenë vetëm punë fati, ka qenë edhe punë mençurie. Ne në atë kohë, në fund viteve të 90-ta, kemi pas një leadership të guximshëm dhe të mençur, të cilët në rrethona shumë të vështira e të jashtëzakonshme kanë arritur që të krijojnë aleanca me Perëndimin, aleanca me fuqit më të mëdha botërore të asaj kohe dhe kanë ditë të bëjnë kompromis kur ka qenë e domosdoshme. Ka qenë të bëjnë marrëveshje, kanë ditë të bëjnë marrëveshje kur ka qenë e nevojshme dhe po besoj që kjo na është shpërbly, se njerëzimi është, historia e njerëzimit është e mbushur pafund me shembuj të popujve që kanë pas të drejtë në kërkesën e tyre për liri, po që më pas janë shu, sepse në momente të caktuara definuese nuk kanë marrë vendimet e duhura. Kështu që ne po e vërtet kemi pas mbështetje ndërkombëtare, po kemi pas edhe një leadership në atë kohë, që ka ditë ta kanalizoj
dhe ti pri vendit. Pa leadership për një me ti e tregon storyn ndoshta, po pastaj çka? Tash ç'a po bujmë tash bashkë, edhe leadershipi i mirë edhe i mençur që është edhe ti, besoj që i ka ofru të gjithë këto fuqi afër vetës edhe jemi ku jemi. Po ne duhet jemi shumë, na ka humbë, si me thonë, perspektiva pak, edhe ndoshta po harrojmë ku kemi qenë para më pak se 3 dekada. 3 dekada janë shumë për jetën e një njeriu, po për zhvillimin e një shoqërie 3 dekada janë 2 paragraf në faqen e historisë. Kështu që ne kemi pas një 3 dekadësh jashtëzakonisht të ngjeshur. Dhe brenda më pak se 3 dekadave ne kemi bë kapërcime shumë të mëdha dhe të shumë fishta. Nga robëria në liri, nga okupimi në demokraci, nga ekonomia e centralizuar në ekonomi lirë tregut, në një sistem multimedial, në media të lidhë, kanë qenë kapërcime shumë të mëdha, edhe histori shumë dendur, edhe shumë shpejt kanë ndodhur gjithçka, edhe ndonjëherë ne po harrojmë se ku kemi qenë. Kështu që ne do të jemi mirënjohës që i takojmë një gjenerate që i ka përjetu gjithë këto kapërcime të mëdha dhe tu flasim gjeneratave të reja. Edhe ti motivojmë që ata sot të kenë ëndra edhe ambicie edhe më të mëdha edhe më të bukura se sa që kemi pas një. Mja u tregu të vërtetën, se shumë shpesh s'pi u tregu të vërteta, mendoj. Është e vërtet, ne duhet të flasim për të kaluarën tonë, se me të vërtet është unike. Ushtarët dhe ushtarët e UÇK-s nuk i kam pa në YouTube. Ushtarët dhe ushtarët e UÇK-s i kam takuar në male, kur kam punuar me gazetar të huaj e më pas edhe me misionin verifikues të OSB-s. Ata kanë qenë vajza e djemë, burra e gra, të cilët atë ditë kur e kanë vesh uniformën, kanë bo pakt me vdekjen. I kanë hy një betejë ekstremisht të pabarabartë. Përballë tankseve, ata kanë pas ndoshta një plumë me shkrep, por kanë pas zemrën shumë të madhe dhe një motiv të pashoq për me dhonë gjithçka për idealin më të lartë. E lidha këto për këtë ligjëratën që është bu në një shkollë në Prishtinë, edhe nga gjykata speciale, një nxënës që kishte zgjedhur me shkrujt Free Hashim Thaqin. E kom pa ana edhe çka më ju thonë aty në fëmijëve na që ajo ligjëratë që është puna të shkollë edhe është dezinformat, domethënë absolutisht. Qysh duhet me u ndi fëmijët e dajës tim? Qysh duhet me u ndi fëmijët e dëshmorëve, herojve, që nuk i kanë prind, si kanë mofare, motrat si kanë vëllezrit. Edhe sot, në vitin 2026, në shkollat e Kosovës, të ligjërohet në thojza për luftën edhe për historinë tonë. Kjo nuk është, s'ka të bëj fare me drejtsinë, kjo është një përpjekje për indoktrinim. Kjo është përpjekje për të shpërlar trurin edhe për të rishkruar historinë. Kush janë këta njerëz që vinë edhe u flasin fëmijëve tonë se çfarë ka qenë lufta, si ka qenë historia dhe kush kanë qenë ushtarët edhe ushtarët e ushtrisë zgjerimtare të Kosovës. Është e pafalshme nëse institucionet e Republikës së Kosovës nuk reagojnë. Sepse harroj emrat e përveçëm.
Po. Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Kadri Veseli nuk janë në Hagë si lider politik e partijak. Janë në Hagë si luftëtar të lirisë, janë në Hagë si pjesë qenësore e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe do të na gjykoj historia, fëmijët tonë kanë me na gjyku. Nëse ne nuk i dalim zot pjesës më të ndritshme të historisë së Kosovës, institucionet e kanë për obligim që të reagojnë. Kush e ndalon nesër, çfarë do lloj organizate, që të trokas në përdyert e shkollave tona dhe t'u flasin fëmijëve tanë pa asnjë lloj kontrolli Po e fiks shumë kriteri absurde për çka do. Si mas pari ajo du të me kalu të një drejtor, të një profesor, të qysh ka kalu, Ne pam- qysh është autorizu. Ne pa më pas që u distancuan të gjithë, edhe Drejtoria e Arsimit, edhe Ministria e Arsimit, edhe Drejtoria e Arsimit këtu në komunë, edhe vetë leadershipi udhëheqja e shkollës mesme Gjevdedodha, mirë po kjo nuk mjafton. Ne duhet të sigurohemi që rastet e tilla nuk të përsëritën. Po imagjino nëse ka diçka të tillë që nuk është dalë në pa. Si me informu në rinin të veçlit tonë, që shme ju të regu për ushtrin tonë, ushtrin shlimtar të Kosovës. Nuk ka bo diçka shumë përshtypje në SHBA, Ana. Jo rastisht, Amerika është superfuqi. Po. Edhe unë e kam pa me sytë e mi që arma në thojza më e shtrejt dhe më e çmueshme e ushtrisë amerikane nuk janë as dronët, as raketat, as aeroplan mbajtëset, janë ushtarët. Janë ushtarët edhe ushtarët. Dhe kjo forcë, kjo fuqi ju vjen nga respekti dhe nga mbështetja që ata e marrin nga Amerikanët kudo. Është e pamundun anti me ecë në për rrugë dhe nëse sheh një ushtar apo ushtare me uniformë, o gjithë ndalen edhe përshëndesin. Edhe i thojnë, thank you for your service. Faleminderit për Shërbimin tuaj, po. Kur shkojnë në aeroport, të parët që hynë në avion, nuk janë as business class, as politikanët, ftohen pjesëtarët e ushtrisë, gjithmonë më spari. Po. Pastaj është dita e falenderimeve, dita e përkujtimeve, ku të gjitha varrezat e dëshmorëve mbushen me familje. Ishe 3 gjenerata, ishe gjyshin, prindin, nipin, tek shkojnë në varreza dhe vën kurora. Këta nuk janë familjar të herojve. Këta janë thjesht Amerikanë që shkojnë për të nderuar historinë e vendit tyre dhe ta kujtojon që në SHBA që prej pavarësisë Amerika nuk ka pas luftë në territorin e vetë. Luftrat kanë qenë jashtë Amerikës, po ti mund të mos pajtohesh me vendimin e presidentit për të sulmuar Afganistanin. Po ti ushtarin e respekton, se ai ka shku atje dhe është bindur thirrjes. Po në diferencën. Domethënë është do të doja që atë lloj kulture ta shoh edhe këtu, që fëmijët tanë mos ta marrin këtë liri si të mirëqenë. Ka thënë një president i SHBA-ve, liria është gjithmonë një gjenerat afër zhdukjes. Nëse një gjenerat na ik, pa e mëshiru me idealin, po edhe me çmimin e lirisë, atëherë ajo dhe mund të zhduket. A mendon që duhet ketë ligjërata, ndoshta për njerëzve të duhur në shkolla, përderisa na pak kanë fillu njerëzit me harru historinë, edhe ndoshta më ju tregu rinisë tonë se informatat e sakta, informatat e duhura. Ndoshta ne duhet të punojmë më shumë me librat e historisë. Ata kjo do duhet të ishte pjesë e kurikulës shkollore. Ne duhet të mësohemi që historinë ta tregojmë ashtu siç ka qenë, pa redaktime dhe pa hiperbolizime. Se nuk po të them që ta bëjmë
më të madhe se që ka qenë, po ashtu si që ka qenë është mjaftueshme, madhërishme. Po, Ta tregojmë të vërtetën, po edhe ti marrin fëmijë të shkojnë në prekas, si është e mundur që një fëmijë sot me ditë kush është Supermani, e mos me ditë kush është Adem Jashari. po, Adem Jashari për nga përmasat e te kalon çdo superhero që mund ta shohim në ekrane televizive. Pra, këtu kemi punë të gjithë, edhe shkollat, edhe familjet, edhe shoqëria. Unë e di janë me një herë pas luftës, ne fillu me thonë, po mos ta traumatizojmë rinin, mos të flasun për... Unë mendoj që ka qenë gabim. E vërteta shëron, nuk të traumatizon. Sigurisht ka shumë rëndësi, mënyra se si flitet, mënyra se si tregohet për gjenerata të ndryshme, por e vërteta duhet të thënë gjithmonë. Kjo, po di se është një ndo pika shumë emocionale, se sidomos për ty, që i ke përjetu gjitha këto, si është e faktin që me 17 shkurt njerëzit dalin me mesazhe ndërtësi, jo politik? Unë e kom pa ditëve të fundit që platforma Liria e ka emër, ka marrë çdo ditë më shumë mbështetje dhe unë e shoh këtë si thirrje qytetare për të shpreh revolt me një padrejtësi që po ndodh tani e më shumë se 5 vite në Hag. Në Hag është zënë peng dhe po mbahet peng një pjesë e historisë sonë. Dhe ne kemi për obligim qytetar që atë ditë jemi sa më masovikisht në shesh, sepse çfarë kemi pa në vitet e fundit ka qenë një manipulim me drejtësinë, është e dhimbshme anë, edhe Zoti Thaqi edhe Zoti Veseli kanë humbur prind gjatë kohës sa kanë qenë në burg, dhe nuk janë lanë që të marrin pjesë as në ceremonitë e varrimit. Ka qenë shumë e dhimbshme në fakt jashtëzakonisht e dhimbshme. Babën e Zotit Thaqi që momentin që erdh pak ajo vizita shkurt që ka qenë, edhe mandej ai ndërjet ka shumë emocionuar se do të thënë e ka prit. Si atë të prit që ka me ardh edhe një takim të fundit që me i mbyll syt, edhe me u largu nga kjo botë, edhe siç ma kanë thënë, baba i presidentit është largu nga kjo botë, tu mendu që ata janë kthy. Dhe kanë përmbyll të paktën u largu me një mendim të mirë. Po i qetë. Po kjo përtej fatit tyre personal. Se unë e di, kur i kanë vizituar për herë të parë në Hag, që të gjithë më kanë thonë, mos gaboni me u mërzit për neve. Bile hashimi më ka pas thonë presidenti thonë që adin sa herë kam kalu kufirin Kosovë, Shqipëri kam mujt me vdek 100 herë. Po une jam gjallë, edhe Kosova është e lirë. Edhe Kosova nuk është në burg. Une jam. Ky është çmimi i lirisë dhe çmimi që është dashur ta paguajmë, në mënyrë që Kosova të jetë shtet. Mirë po çfarë ka ndodhur që 5 vite nuk është drejtësi, nuk ka të bëjë me drejtësinë, është stërkeqje, është turp. Dhe ne si shoqëri duhet të reagojmë dhe mu po m'vjen mirë që kemi mbështetje aty kompa nga të gjitha partitë politike, pa dallim, artist, po, se kjo është përtej politike, s'ka të bëjë me politikën. Si që thash, nuk po gjykohen kryetarët e partive, po gjykohen luftëtarët e lirisë dhe nuk duhet me u pa ashtu. Një pjesë e historisë. Edhe ne ja kemi përbarq vetvetes historisë, po edhe së ardhmës sonë, që t'jemi sa më shumë aty. Po, bëjmë thirrje gjithve. Gjithve, UÇK-ja duhet na bashkoj të gjithve, jo na ndaj. Vërtet. Po du me u ndalë pak të koha kur e ke taku zotrin Hashim Thaçi mas pari. Çfarë mban mend nga i takim? E mbaj mend shumë mirë, ka qenë fundi i shtatorit, ose fakt fillimi i tetorit të vitit 1998.
Unë kam qenë me një ekip të gazetarëve në teren edhe në atë periudhë u pat arrit marrëveshja që i thonin atëherë armëpushimet, Holbrooke Milošević. Dhe unë isha me një ekip gazetarësh dhe po shkonim të vizitonim në bjeshkët e Berishës, më duket, po, në bjeshkët e Kishnarikës, më falë. Kishnarikës, disa familje, jo disa, po shumë qindra familje që ishin zënë në mes të malit, ishin largu nga shtëpit. Dhe rrugës, në një rrugë malore, ne ishim me vetur, edhe zoti Thaqi me bashkëpunëtorin e tij Gjavitin, Raketën që i kemi thoni, ka ndru jetë indjere në vetur, edhe dolëm nga vetura, edhe këta gazetarët më thanë ti pyesim çfarë po mendojnë për marrëveshjen Holbrooke Milošević. Zoti tha që atëherë nuk ka qenë fytyrë publike, nuk e ka njohur askush, ai ka qenë person me rëndësi, ka qenë drejtori i drejtorisë politike, po fytyra e tij ende nuk ishte ekspozuar. Edhe ne shkuam, morëm një përgjigje shumë të mirë, unë u prezentova, me njëherë ma njohën Dajën, se Daja është vra në gusht të vitit 98, njohën nanën, se nanën e kom pas si pasaport në zonat e luftës. Gjithë ka qenë dikush që ka qenë nxënës ose imamit, edhe në këtë rast Gjaviti ishte nxënës i nanës. Nanën e kishte pas kujdestare të klasës në gjimnaz, edhe aty u njohëm, e morëm një përgjigje edhe bashkë me këtë gazetarin thamë, sa mirë na u përgjigje, një përgjigje shumë të mirë, kur si them do shta pas 2 javësh, e kemi pa fotografinë e presidentit Thaqi atëherë, po gjithmonë unë kam punu shumë gjatë me të, ai është njeri jashtëzakonisht serioz, shumë punëtor, unë nuk një njeri që punon më shumë, shumë punëtor, shumë këmbgulës, edhe në qëllime, edhe në objektiva, shumë i kujdesshëm me të tjerët. Shumë i matur në komunikim, unë thash kam shumë vite punë me të dhe nuk e kam dëgju asnjëherë të përdor fjalë të papërshtatshme ose gjuhë të papërshtatshme në raport me askë, shumë i përmbajtur. A ka qenë ndonjë moment që e mon mend që ndoshta s'është publik, po që të ka formësu politikisht, po ndoshta njerëzisht, që ka metë të ti, diçka me thonë, ka befasu, ose a din kur e këqyr dikon me admirim, që thu ku, sa mirë, ma tha këtë fjallë, ose të mëson diçka, ose... Vetë jeta e tyre ka qenë mësim, se kur, si që thashun, zotin Thaqi, zotin Beseli, zotin Krasniqi, po dhe Recep Selimin e zotin Haradinaj, unë nuk i kam taku në zyre, i kam taku në male, me pushkë në dorë, edhe për mu fascinimi im me ta ka qenë aty. Nuk kanë qenë ata politikanë, ata kanë qenë idealista, edhe kam pas guximin me ëndru një ëndër të madhe e të pa imagjinueshme. Edhe nuk janë ndalë veç në ndrim, po kanë punu, edhe me kosto shumë nalt për vete, si që tash, kanë bo pak me vdekjen. Edhe ata ushtarët edhe ushtarët kanë qenë për mu më shirim i idealizmit, njerëzore e kombëtar. Kështu që fascinimi im me ta ka qenë aty. Pastaj, kur ishen mal, me një pushk në krah, të gatshëm me vdek, për atë dhe, gjithë shka tjetër, është shumë e vogël. Po, shumë vërtet. Edhe sa krenare dush më ndite, ndoshta që e ki përjetu këtë pjesë, edhe i kom pjesë e kësaj historie, në fakt. Pafundësisht krenare. Si janë disa momente që janë, si të themi, unike, edhe papërsëritshme në historinë e një kombi. Unë po lutem që luftë s'ka me pas më,
Edhe Inshallah, edhe unë po lutem. edhe një vend bëhet shtet veç një herë. Pra është momenti i çlirimit, momenti i shpalljes së pavarësisë. Janë momente unike të papërsëritshme se për atë sa do të ketë Kosovë, do të ketë edhe deputete, ministra, presidente, ambasador. Mirë po vetëm një gjenerate i ka rënë deri edhe përgjegjësia që t'jetë pjesë e këtyre momenteve unike edhe të papërsëritshme. Unë e them gjithmonë, mund të kem, ose mund të mos kem poste edhe më të mëdha e më të rëndësishme, po në nënshkrimin më të rëndësishëm në jetën time, unë e kam dhënë me 17 shkurt viti 2008. Dhe çdo gjë pas asaj, pastaj është e mirë, është e bukur, është e vlefshme. Por s'është çfarë e madhe sa i moment. Nuk mund të ketë. Nuk mundet as më krahasu në Nuk fakt. mund të krahasohet. Edhe shpresoj që njerëz ndoshta mundohen me kuptu këtë pjesën që e keni përjetu ju, se nuk ka qenë e lehtë. Domethënë gjithçka që keni bu për A kujtohet ty ku ke qenë ditën e pavarësisë? Në pej, në kohën shpej, në kohën këtë familja të mbledhën, edhe e kemi prit kështu qa po bëhet, adin edhe u konë si s'po di si me marrë shumë dhurata edhe mu gëzu tepër si fëmija, adin edhe bile qëtash po mu shën sytë pak si me latë kështu pi qatojnë emocioneve, edhe u konë s'po di e papërshkrushme, adin sot e asaj dite u konë diçka që du të njerëz me e kujtu, adin jo me harru, se për një me është diçka shumë e madhe. Vërtet. Po emocionohemi. Po është normale. Në fakt, nuk është normale mos me u emocionu. Po, vërtet. Unë e majnë mend, unë e kam pas tavolinën, ku kam qenë ullën, edhe tavolina ku ka qenë deklarata e pavarësisë, si me thonë 5 hapa. Edhe kur ma kanë thirë emnin, ato kanë qenë 5 hapat ma të gjatë. Tjetës time edhe kom pas një përvoj që sot s'muj me përshkru, mu do ke që po e shoh vetën tu hec. Prej një kondi tjetër. Edhe krejt, a di si përshkruin ato përvojat para se me vdek, që e shek krejt jeta më ka dalë para syve. E më është kujtu doja, e lufta, e çdo gjë shumë shpejt. Edhe shihet aty kur e japun në shkrimin, V-ja është pjesa e parë, V-s është dora komplet të mu dridh. Të mu dridh, çfarë fati i madh. Çfarë fati i madh për mu edhe për atë gjenerat. Po. Që na ka ra hise me kurorzu një ëndër shekullore. Një ëndër shekullore të këtij populli, një ideal për cilin kanë luftu breza të tërë. Edhe ja që ne kemi pas fatin e madh me kurorzu, po beteja vazhdon, se bashkë, si të themi, protagonistët kryesor të asaj dite, edhe zoti Thaqi, edhe zoti Krasniqi, janë burg, imagjinojeni, viti 2026. Po, shumë e pabesueshme në fakt. Po, le të jetë ky viti i fundit dhe po besojmë që edhe unë po shumë lëvizi. shpejt do t'u kthehen familjeve, po pastaj Rojmë, edhe Kosovës edhe them sa më të shpejt. Tarmës. Edhe qëndrojnë të fortë se duhet të jetë ky vit i fundit. Jo, ata janë të fortë. Ata janë më të fortë se ne. Shumë e vërtet, edhe kur më thahet çat kanë thonë ty kur i ke taku në Hagë, është për mua admiru. Pa asnjë egzagerim, po e them. Pa asnjë, do të thonë, ata ta krijojnë ndjenjen që krejt kjo çka po ndodh është e pritshme, është normale, e kemi fitu lirin, e kemi shtetin, to janë monumente më të mëdha se fati ynë. Po, Me një kanë vizionin. Me një qetësi të jashtëzakonshme i përballojnë kësaj sfide. Ky podcast, ky epizod, më me thonë që është ndoshta një ndër ma special për mu, edhe me përfundu që shtos as vetë se kisha imagjinu me dalë që ka që mirë, po pa e përfundu krejt, po du me ditë kur të mbyllet ndoshta që ky kapitull i jetës tënde,
le të themi, nështë asë mbyllët heq, po, çfarë do doje të thuaj për Vlorën? Si dikur që është mundu shumë me bo më të mirën Për Kosovë. për Kosovë. Edhe, a ka një falje që ende nuk e ke thënë publikisht? Falje, ndoshta thash që më falje më njerë. A ki një falje, bile, që ndoshta... Jo, vërtet unë nuk është që mbaj... Shumë ku ndosh me ditë që të përgjigje. Nuk është shumë kurioze. I fali njerës kështu. Nuk kam qenë gjithmonë kështu e thash. Kjo është diçka që e kam... Okej, një falje kur s'ke qenë. A mon me? I kom falë, tani kështu rëtë. Të mundu me nëzirë gjithë Jo, qyshme. vërtet e kam, nuk mbaj i natë, nuk mbaj... Munduam që të flas, të komunikoj, dëgjoj, edhe mos me bajt barrat pa nevojshme. Është E pa nevojshme, ndëgjoj, vërtet. nëse për shembull, pa qëllim, se njerëz jemi në diskutim e sipër, mund ta them një fjalë të papërshtatshme, mu të natën tani s'u zën gjumi, edhe me spres mu bo mëngjes, edhe me tirë me qartësu situatën. Po kjo ves shumë i mirë, në fakt, edhe unë të përgëzoj që e ki, se seriozisht tash edhe vetë jom të e mësu. Se kom pak i natën, unë halo, të zhvilluar në vetë. Nuk të bëhen ma të fort i natë. Po, e vërtet nuk të bëhen ma të fort, duhet me let go, nga njëherë. Po, unë falenderoj shumë që ke sot me mu. Ke, po thom, një epizod shumë e mirë dhe më shtine me përjetu gjana dhe unë që si kom përjetu një kohë gjatë, se për një me njëri ka njëherë po harrojke, e sidomos këto gjeneratat që janë edhe ma të reja, duhet me jau instalu në kokë, se çka është të rëndësishme, kush jena na, çfarë historie kena, sepse për një me ja vlen me ditë, dush me ditë historinë tonë, për kajt je, për çkafit je rrit, për sakrificave që i kam bërë të tjerë për ty. Kështu që të falenderoj për këtë kohë që e ke ndonë me Dhe mu. une u emocionova. Që faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, besoj që edhe ju e keni ndoshta ndiqë sikur na që e kemi përjetu këtë epizod, edhe shpresoj që kemi përcjell emocione të mira për juve. Kjo është Amor Fati edhe është plot dashni.